Emocione të shumta ka dhëruar klasikja futbollit shqiptar përballja Vllaznia-Tirana. Shkodranët kanë poshtur me përmbysje 3-1 bardhë-blut në sfidën që hapi javën e 26 të kampionatit. Në një atmosferë të veçantë, në një Loro Briçi të mbushur me tifoz, Vllaznia mposhti rivalet e Tiranës dhe konsolidoi pozitat në krye të renditjes, tashmë në kuotën e 51 pikëve. Ndeshja nisi më mirë për kryeqytetasit që zhbllokojnë sfidën me Xhixhën, por festa e Tiranës zgjati pak pasi Bismarck barazoi shumë shpesh shifrat. Pjesa parë mbyllet në barazim 1-1 me shkodranët që pretendojnë një penallti në fundin e lojës. Fraksioni i dytë nis më njëherë me gol. Vllaznia kalon në avantazh fal një autogoli të shënuar nga Korkez. Vendasit luajnë më mirë dhe në minutën e 70 fitojnë një penallti që shndërrohet në gol nga Balaj. Mbyllet 3-1 për Vllaznin, klasikja futbollit shqiptar. Shkodranët ngjiten në kuotën e 51 pikëve në krye të klasifikimit dhe komplikojnë akoma më shumë situatën e Tiranës, që me 21 pikë pas 26 javësh rrezikon seriozisht rënien nga kategoria. Orges Shehi debutoi me humbje në krye të bardhë bluve.